Qeveria ka vendosur për herë të parë një kufi minimal monetar për kontratat koncesionare dhe partneritetin publik-privat. Sipas vendimit të miratuar një ditë më parë, kufiri minimal për koncesione dhe PPP do jetë 5 milion lek, një përcaktim që ndikon drejt për drejt në trajtimin e kontratave koncesionare dhe PPP-ve, për të cilat deri më tani nuk kishte një prag minimal të përcaktuar. Ndërkaq, përveç kufirit për PPP, vendimi parashikon dhe ulje të disa pragjive monetare në procedurat e prokurimit publik, në përputhje me ndryshimet e kursit të këmbimit dhe për afrimin me pragjet e aplikueshme në Bashkimin Evropian. Në sektorin klasik, kufiri i lartë monetar për procedurat e prokurimit për punë publike do ulet nga 603 milion lek në 528.7 milion lek. Ndërkohë, për prokurimet për mallra, shërbime dhe konkurse projektimi, kufiri do zbrez nga 16 milion lek në rreth 13.7 milion lek. Të njëjta ndryshime do aplikohen dhe për kontratat sektoriale, ku kufiri i lartë për punët publike do mbetet i njëjtë me sektorin klasik, ndërsa për mallrat dhe shërbimet, pragu do ulet nga 49 milion lek në rreth 42.3 milion lek. Vendimi aktual, miratuar në maj të vitit 2024, përcakton kufit monetar që ndajnë procedurat e prokurimit sipas vlerës së kontratës, duke përcaktuar rregullat procedurale që duhet të ndiqen nga autoritetet kontraktore. Ai ndalon gjithashtu ndarjen artificiale të kontratave me qëllim shmangjen e procedurave të prokurimit publik.